Vjeshta Stina Ngjyrave sjell frymëzim të veçantë për shumë artistë. Piktori Skënder Strica e gjen shpesh në këtë periudhë harmoninë mes natyrës dhe ndjenjës, që më pas e përcjell në telajo. Vjeshta natyra është periudha më intriguese. Aja ka bukuritë e veta të cilat vetëm një shkrimtar din mi shkruaj me fjalë, por ne piktorët i përshkruajmë vjeshtën me ngjyra. Ai tregon se në vjesht përdor më shumë tone të ngrohta, ku e preferuara e tij mbetet portokallia. Me këto ngjyra të ngrohta punoj shumë më tepër dhe janë ngjyra të rralla të cilat në vetë ka herë jena shumë me pikpyetje apo di mi realizu apo jo. Tek unë përgjithësi portokalli është ngjyra që unë preferoj më shumë. Strica e sheh vjeshtën herë kapriçoze, herë qeramane dhe ndjeshme, një kontrast që siç thot ai është vetë bukuria e saj. Jo gjithmonë vjeshtat vijnë njësoj. Pjesa e vjesht që ka kapriçet e veta, ta kapriçet e veta ne sigurisht na frymëzojnë dhe na dashurojnë me to dhe përpiqen që të interpretojnë maksimalisht në pikturat tona. Pas gjithë këtyre nuancave, Skënder Strica mund të quhet me të drejtë një piktor vjeshtak, që di të lexojë shpirtin e kësaj stine përmes ngjyrave. Unë vjeshtën me të vërtetë e dashuroj sepse thash i ka këtë veti që si ka asnjë stin tjetër. Dhe ty pas të veti, ty pas të ngrohtësi, ty pas të kolorit, sigurisht që unë vetëm në vetës mund që unë piktor vjeshtak. Në telajot e tij, vjeshta nuk është thjesht një stin, por një gjendje emocionale që jeton gjatë përtej kornizës së pikturës.